Se partitë politike i shkruan komunikatat në formë të lajmeve, ndërsa portalet vetëm i ripublikojnë ato. Ka pasur në të paktën 11 portale. Brenda vendit ka burime të tjera të cilat financojnë dezinformatën. Politika dhe gara e partive politike në zgjedhje është një nga financuesit e parë të përmbajtjes dezinformuese në treg. Në disa raste edhe paratë e krimit janë evidentuar që futen në tregun medial, ndërsa së fundmi edhe bizneset e farmacisë janë dokumentuar si shpërndarës të dezinformatës. Por t'ju shkoj me radhë. Në Kosovë rreth 5 milion euro të buxhetit ndahen për partitë politike. Këto mjete shkojnë për marketing dhe sponsorizim në media. Por, ulëmtimet tregojnë se sasia e parave që dedikohet në media nga partitë politike është disa herë më e madhe. Sipas të dhënave të KQZ-s në procesin zgjedhor të zgjedhjeve të kaluara, partitë politike shpenzuan 4.856.000 euro në këtë fushat. Në raportet financiare, tregohet që këto mjete u shpenzuan për reklama, konferenca dhe reprezentacion. Sipas ligjit, çdo mjet i shpenzuar dhe çdo publikim i ndarë në media duhet të jetë i identifikueshëm. Por një hulumtim i realizuar gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet lokale na nxjerr rezultate shumë interesante. Kolegja ime Ariana Berisha ka kontrolluar komunikatet e partive politike dhe mënyrën se si i trajtojnë këto komunikata platformat online në Kosovë. Ariana ka gjetur se partitë politike i shkruan komunikatat në formë të lajmeve, ndërsa portalet vetëm i ripublikojnë ato, pa asnjë redaktim. Sipas rregullave të Këshillit të Mediave të Shkruara, nëse portalet i publikojnë komunikatat si të tilla, do të duhej të identifikonin ato si materiale të sponsorizuara. Mirpo, në materialet e analizuara nga Ariana, kjo nuk ka ndodhur. Në analizë është konstatuar se ripublikimet të tilla ka pasur në të paktën 11 portale. Në to janë ripublikuar komunikatat e të gjitha partive. Ndërsa është evidente se partitë në këto raste ishin reklamuese në këto portale. Po e besoj që ka qenë një fenomen i cili ka qenë çdo herë i pranishëm posaçërisht gjatë fushatave. Edhe mbase jo veç në media online, po edhe në media tradicionale. Do të thotë mënyrat për të bërë gjëra të tilla janë gjetë çdo herë. Sa i përket mediave online, kodi mediave të shkruara e parashet qartas që qysh në fillim, do të thotë jo një përmbajtje ta ketë në fund të tekstit, ky tekst është sponsorizuar, po qysh në fillim, do të thotë ai header që i thojmë ne, duhet ta ketë që bëhet fjalë për material të sponsorizuar. Dhe kjo është lehtë e identifikueshme, do të thotë mund ta shohësh a shkruan në fillim apo është fshehur diku brenda tekstit ajo. Po ajo që është më vështirë e identifikueshme është sponsorizimi i plasuar si lajm ose si raport. Dhe asaj nuk ata as nuk ke se si ta identifikosh, meqense nëse i kërkon një mediumi ndonjë llogari, po e flas nga aspekti i KMSHK-s, do të ishte mjaft e rrezikshme për shkak se ti po i përzihesh në përmbajtje që media duhet ta ketë, do thotë lirinë ta vendos vetë se çka do të plasojë.